dhe unë mendoj që protestuesit nuk duhet bien në atë që janë provokimet e Parisit të Tiranës për të krijuar, shkaktuar dhunë apo për t'ia hequr autoritetin moral kësaj proteste. Kjo protestë ka autoritetin moral më nga protesta e lëvizjes studentore shqiptare në vitin 90. Griti, a ishte provokim dalja Ardit Bitos në atë formë nga Kuvendi i Shqipërisë? Sigurisht që ishte provokim, sigurisht që Paria e Tiranës do t'i përdori të gjithë veglat. Mua më vjen keq se zotin Bido kam pasur një njohje të lehtë dhe për aq sa kam diskutuar me të më zhdukur një njerëz që mund të ishte pjesë e zgjidhjes, mirë po secili bën zgjedhjet e veta, pra nuk kam gjë personalisht me zotin Bido, për sa kohë që ai është thjesht një vegël në duart e Parisit të Tiranës që del për të krijuar sherr. Nuk do jetë çudi që herën tjetër ai që do të dalë, mund të mos jetë Bidoja, të dalë për të me disa njerëz përballë, ata njerëzit përballë ta shkaktojnë dhunën me dashje dhe të bëhen fotografi edhe të dalë si protesta është e dhunshme, se si nuk kanë respekt për institucionet e tjera. Populli shqiptar duhet ta kuptojnë ata të Paris, që këto provokimet nuk pinë më ujë sepse populli shqiptar i ka ardhur majt hundës. Populli shqiptar ka parë mjaftueshëm prej tyre. Ata nuk bëjnë më. Ata duhet të largohen vetë ose do t'i largojnë njerëzit në një mënyrë ose në një tjetër. Jo sepse e them unë dhe jo sepse kam unë 16 vjet që e them këtë argument që del sot në shesh me aq sa kam mundur, por sepse tani më e kanë përvetësuar dhe e kanë adoptuar shqiptarët e thjeshtë, shqiptarët e rinj, ata që kanë studiuar, po që ju duket sikur nuk kanë asnjë lloj ardhme në Shqipëri. Shqiptarët mbi të gjitha, është një temë që nuk preket shpesh në media, shqiptarët që duan të jetojnë me nder. Ka bërë përshtypje duhet t'ju jap një pasazh nga ato çka unë shoh për protestat. Ishte një grup, 2 a 3 zonjusha, të cilat desha vetëm të tregoj një episod nga protestat që më bëri përshtypje në kohët e fundit. Ishin 2 zonjusha të cilat u prezantuan si influencera, pra ishin pikërisht ajo me të cilën u tall kryeministri kur doli dhe tha që janë ato zonjushat që marrin poza e të tjera. Dhe ato u prezantuan se të tilla dhe unë fakt u bëra gati që ta kaloj atë video dhe të shkoj tek videoja tjetër. Mirë po, sa më shumë që flisnin, aq më shumë ato të dyja shprehen pikërisht atë që e kanë ndjesi të gjithë të rinjtë të reja sot. Ato folën për mungesë mundësish. Ato folën për mungesë të mënyrës së jetesës në Shqipëri me nder, pa ju ulur njërit apo tjetrit dhe pa dashur të merresh me 200 pisliqe në ditë. Pra ato folën me një qartësi dhe me një mençuri që shkonte përtej asaj të cilën ata e prezantuan si profesioni i tyre. Unë isha njeriu i fundit që prisja prej tyre diçka aq të mençur dhe u surprizova jashtëzakonisht shumë që më tregon që shpirti i protestës është në vendin e duhur. Shpirti i protestës është i ndershëm, është shpirti shqiptar, duhet drejtuar në drejtimin e duhur, pra kanë përgjegjësi të gjithë ata që merren me organizim, të gjithë ata që janë në drejtim, që të mos e lënë këtë shpirt të shpërndahet, të mos ta lënë të kanalizohet, se ka përpjekje sa duash për ta kanalizuar këtë, për ta kanalizuar si një përpjekje midis Evropës dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ne shqiptarët nuk jemi mish për top për askënd, ne duam thjesht që të përmirësojmë jetët e shqiptarëve, kudo që ata jetojnë dhe mbi të gjitha në vendin tonë. Ne duam të kemi një vend që të jetë i joni, ne duam të kemi një vend ku që të përparoj, të lulëzoj, ku të mos shpopullohet vendi, duam të kemi një vend që të jetojmë me nder, si të gjithë të tjerët, dhe brenda mundësive tona dhe brenda aftësive tona që nuk janë të vogla, të kapim maksimumin asaj që mund të kapim. Në një sistem i cili i pranon të gjithë, i cili lejon të gjithë shqiptarët që të jetojnë me nder. Ky është objektivi sipas meje i kësaj proteste dhe ky nuk duhet humbur. Duhet mbajtur si busull drejtuese. Griti, nuk e di nëse i ke parë dhe disa video të përplasjes djetë të protestuesve me disa simpatizantë Partisë Demokratike. Teksa kalonin në ngjit me selin e Partisë Demokratike, ata thirrën Rama Burg, Berisha Burg, e siç duket kjo irritoi disa simpatizantë.
Si e pat atë moment dhe besoni që të dyja palët kanë komplekse nga kjo protestë? Unë mendoj që ai është një provokim. Unë mendoj që ai provokim nuk duhet vazhduar. Se të gjitha palët, si Partia Socialiste ashtu dhe Partia Demokratike, po dhe ato partitë e vogla se nuk duan lënë pas dore dhe ato, kanë falangat e tyre me njerëz të cilët janë të gatshëm të krijojnë dhunë, dhe përshkallëzimi i dhunshëm i protestës do të bëjë dy gjëra. Do të humbë besimin e njerëzve që kjo protestë është për njerëzit, është për popullin, dhe mund ta paksoj protestën, numrin e protestuesve, dhe së dyti do të japi Paris armën më të mirë për të rifituar legjitimitetin. Protestuesit duhet ta kuptojnë që arma e tyre më e mirë është që ata kanë thyer legjitimitetin e Parisë së Tiranës. Paria e Tiranës mund të mbijetojë edhe ca kohë me këto institucione që janë, por legjitimitetin tani më e ka të tejkaluar. Nuk i beson më asnjëri atyre, as vetë militantët nuk i besojnë. Thjesht reagimet e militantëve janë reagime instinktive të njerëzve që janë marrë gjithë jetën me atë punë dhe gjithë jetën kanë hedhur molotov dhe janë marrë me grushta dhe me zënka, dhe këto janë pra pyka që Paria e Tiranës i fut mes shqiptarëve. Paria e Tiranës intereson shumë që shqiptarët në atë protestë ta shohin veten si të majt apo të djathtë, si jeshil apo të kuq, si flamingo apo si kombëtarist e të tjera. Protesta nuk është e asnjërës prej këtyre rrymave, protesta është e shqiptarëve. Në atë shesh, të gjithë njerëzit që dalin me dhjetra dhe me mira, nuk janë më as të majt, as të djathtë, janë thjesht shqiptarë që duan të jetojnë me nder. Ky është thelbi dhe ky thelb nuk duhet të kaluar, provokimet do të vazhdojnë, do të përshkallëzohen. Nuk ka asnjë dyshim që Paria e Tiranës do të reagojë, sepse është mësuar që të reagojë. Reagimet e saj janë të tipit të dhunshëm. Do të reagojë edhe pjesa tjetër, mos keni merak, edhe Partia Socialiste nxori deputetin, edhe Partia Demokratike nxori ata militantët mendje ose të pamend që din vetëm të rrihen me grushta. Kërcënimet ndaj njerëzve vazhdojnë, por kjo nuk duhet ta ndalë atë që është qendra e gjithë kësaj lëvizje. Pra kjo duhet kthehet në një lëvizje mbarkombëtare, e cila përfundimisht e largon Parinë e Tiranës nga pushteti, dhe akoma dhe më e rëndësishme dhe akoma dhe më e duhur është që krimet e kësaj periudhe duhet ndëshkohen një për një. Shqiptarët nuk duhet bëjnë më gabimin e viteve 90, kur lëvizja studentore shqiptare nuk u mbështet aq sa duhet për të përfunduar atë që nisi, u mbyll thjesht me krijimin e disa partiçkave të dala nga gjiri i inteligjencës së ish regjimit komunist. Nëse do të lejohen partiçkat e vogla, nëse do të lejohen pyka të tjera të cilët dinë të aktrojnë dhe të teatrizojnë bukur çdo lloj proteste, sepse sot ke 1001 mënyra për ta bërë një protestë që të duket bukur, dhe nuk do të shkojnë deri në fund shkatërimit të çdo instrumenti kontrollit të kësaj parie dhe ndëshkimit të përplot të secilit prej tyre. Nuk duhet ta gëzojnë pasurinë që kanë marrë duke vjedhur nga xhepat e shqiptarëve dhe duke i lyer duart dhe këmbët me gjakun e shqiptarëve. Kjo duhet të jetë e pandryshueshme, e panegociueshme, dhe për sa kohë që kjo qëndron, duke ditur që dhe legitimiteti i tyre ka përfunduar, nuk ka as dhe një lloj shansi që Paria të mbijetojë kësaj lëvizje. Me gjithë lëvizjet e shumta, listat e intelektualëve që mbijnë nga do e të tjera.